Po, ka një sekret kjo punë. Bindja ndaj Allahut dhe dashuria për të, dhe largimi i harameve dhe gjunave nga shtëpia. Nëse në një familje adhurohet Zoti njëri vetëm, falet namazi rregullisht, falen sunetet, lexohet Kur'an, përmendet Zoti, zbohen të harame, Allahu derdh mëshirën e tij, Zoti sjell me lajket e tij, Zoti sjell qetësi, sekine për këta njerëz që janë në shtëpi. E nëse njerëzit largohen nga rruga e Zotit, fusin harame në shtëpi, nuk e bëjnë duat kur hyjnë në shtëpi, nuk e bëjnë duat kur dalin prej shtëpie, nuk janë të rregullt kur të ngrënë për të thënë bismillah, nuk janë të rregullt kur marrin ushqimin që thonë elhamdulillah, nuk janë të rregullt kur flejnë gjumë për mendin Zotin e kështu me radhë, normalisht që majnë qenë në shtëpi apo barrin piktura frymorësh, normalisht i ikin me lajket të zbresin shejtan. Dhe në atë shtëpi që zbresin shejtan dhe futet shejtan, djalli do të thotë që punët nuk janë mirë dhe ka për të pasur rëmuar bicikletë.